Vllaznia e futbollit të femrave ka mbyllur konkurimin në Kupën e Shqipërisë, ku edhe pse në kampin Kuqe Blu kishte entuziazëm për ta fituar trofeun e këtij sezoni, skuadra drejtuar nga trajneri Nikolin Leka dhe kolegja Paula Jaku është eliminuar në turin gjysmëfinale nga Teuta Durrësit. Kanë qenë dy fitore radhazi për skuadrën durrësake, e para javën e kaluar në stadiumin e Durrësit me rezultatin 2-1 dhe e dyta pas ditën e djeshme në stadiumin Loro Briçi me të njëjtin rezultat 1-2. Në ndeshjen e djeshme, pjesa e parë është mbyllur me avantazhin e mikeshave nga Durrësi me rezultatin 0-1 me gol të shënuar nga Da Silva Matos në minutën e 42. Në pjesën e dytë, vllaznia shtoi presionin në portën kundërshtare duke arritur të fitojë një penallti në minutën e 73, të cilën e shndroi në gol kapitenja Doçi. Barazimi 1-1 duke shtuar entuziazmin në kampin Kuqe Blu për të shënuar edhe një tjetër dhe ta çojë ndeshjen në shtesë, por Teuta nuk fali dhe në një kundërsulm model është futbollistja më e mirë e tyre Da Silva Matos, që në minutën e 76 tund për herë të dytë rrjetën e vllaznisë në këtë ndeshje, duke rikthyer avantazhin. Vllaznia e bën përpjekje për të gjetur gola të tjerë në portë mike, por vëshëllima përfundimtare e gjyqtarit vulos shifrat 1-2 për Teutën, e cila pas dy fitoreve radhazi me të njëjtin rezultat kualifikohet në finalen e Kupës së Shqipërisë. Do të uroj ekipin e Teutës për kualifikimin dhe për performancën e të dy ndeshjeve që bënë. Bravo kjo. Ishin më kompakt se na. Na gabuam shumë, gabojmë para portë, finalizimi çalon. Finalizimi dhe tranzicioni ishte jo i duhur që duhet me bë, ishin tranzicion negativ, na kanë dhënë dy të raste ekipi kundërshtar. Gabimet një masëshme të vajzave. Pra, normalisht që kur të gabosh në fushë futbolli, primon lojë gabimesh, por kur të gabosh, kur nuk zbaton atë detyra që i jepin nga stafi, do të vinë humja. Kena ditë vazhdim, do të nalena, do të shikojmë dagjana. Tarimen që është një humje që të lëmë, që të djegë, sepse ishe një në objektivi dytë i joni, mas fitimi titullit, që kërkojmë fitimi titullit ishte dhe Kupa Euroleagues, që kërkoshin të fitoshim. Normalisht që nuk ishte gjë pozitive kjo humje, jo vetëm për vazhdimsinë në kupë, por edhe vazhdimësia e kampionatit, megjithëse kemi një javë kohë, të rikuperojmë ndeshjen e tjetër, që fillon kampionati javën tjetër, është një ndeshje e lehtë, me një ekip të lehtë, kështu që do t'i shikojmë gjërat, do punojmë shumë më fort, sepse kështu nuk ecet, them të drejtën, janë disa vajza, janë komplet jashtë forme.